Në këtë mëngjes të bekuar të Bajramit, bëje këtë dua për paqe, falje dhe bereqet në jetën tënde. Sot është një ditë e veçantë, një ditë gëzimi, faljeje dhe mëshire. Një ditë ku zemrat afrohen, familjet bashkohen dhe lutjet pranohen. Mos e humb këtë moment të bukur. O Allah, në këtë mëngjes të Bajramit, mbush zemrat tona me paqe dhe dritë. Na fal gabimet tona, të vogla dhe të mëdha, të dukshme dhe të fsheta. O Zot, jepu familjeve tona dashuri dhe harmoni, largo çdo shqetësim, çdo breng dhe çdo dhimbje nga zemrat tona. Na jep bereqet në shtëpitë tona, në jetën tona dhe në çdo hap që bëjmë. O Allah, na bëj prej atyre që falin dhe që falen. Na jep një zemër të pastër dhe një shpirt të qetë. Na mbron nga çdo e keqe, nga zilia, nga syri i keq, dhe nga njerëzit me zemër të li. O Zot, pranoje agjërimin tonë, lutjet tona dhe çdo vepër të mirë. Na afro më shumë me ty dhe mos na largo kur nga rruga e drejtë. Bekoj prindërit tanë, fëmijët tanë dhe çdo njeri që e duam. Sill gëzim në shtëpitë tona dhe paqe në zemrat tona. Le të jetë kjo ditë fillimi i një jete më të mirë. Urime fitër Bajrami për ty dhe familjen tënde. Allahu ta mbush jetën me paqe, dashuri dhe bereqe.